Miq, ju përshëndesim. Sot jemi në episodin e 4 të Property Cast në kanalin Pisk. Interesi ka qenë shumë i lartë, kemi shumë mesazhe, shumë komente që e vlerësojnë dhe na kanë bërë pyetje për sa i përket informacioneve dhe njohurive që kërkojnë të dinë në këtë fushë të real estate-it të agjencisë imobiliare, siç jemi dhe ne bashkë me kolegun sot Besmir Shehu në Center 21 Astoria, ku të flasim për një eksperiencë shumë veçantë për sa i përket pjesës së kredive, mundësive që sot shqiptarët janë të shumë që i adresojnë për gjetur mundësinë, zgjidhjen për të pasur një pronë tyre nëpërmjet kredive. Për më shumë do të jemi me Besmir Shehun. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe Altin për ftesën, gjithashtu edhe turoj nga ana ime për nismën që ke marrë. Besoj se është një mënyrë e mirë dhe një kanal i mirë komunikimi, si për klientët, po edhe për njerëzit përgjithësi për të marrë një informacion përgjithshëm, padyshim në raste të caktuara edhe detajuar për çështje ose për tema siç the ti. Është vërtet, është një profesion i lirë, tashmë edhe i licencuar, i njohur nga shteti. Është kategorizuar tek profesionet e tjera. Tek profesionet e tjera. Vlen dhe theksohet që mungesa e informacionit është akoma, edhe pse Centri 21 Astoria dhe i gjithë centri bën një punë të vazhdueshme me takimet me klientët si shitës dhe blerës me eksperiencat, duke takuar, duke shpërndar dhe informacione për sa i përket kësaj fushë, por prap mendova dhe gjykova që lind nevoja të dinë akoma më shumë për sa i përket kësaj. Patjetër që ka gjëra për të diskutuar dhe informacion për të marrë, ki parasysh që Shqipëria, po themi, në tregun e pronës private nuk është se ka histori shumë gjatë, po themi, vim nga një vend komunist që prona private s'ka pas ekzistuar, kështu që dhe informacioni dhe real estate është një, tash ndoshta s'mund ta quajmë më fushë e re, por gjithsesi ka tema dhe ka informacion dhe paqartësi tregu dhe njerëzit e klientët patjetër. E qartë. Si u bërë pjesë e real estate-it? Nuk është se ka qenë rastësi, u bë, po themi, 2 vite tani që merrem me këtë profesion. Unë jam marrë kryesisht me sipërmarrje në jetën time dhe unë jam tip jo zyre, jam tip operativ, kuptim, më pëlqen terreni, më pëlqen marrëdhënia me njerëzit, kam studiuar marrëdhënie publike, komunikim. Ndoshta kjo dhe ka qenë edhe arsyeja që më ka shtyrë të futem një profesioni që besoj më shkon për shtat. A e ke gjetur veten duke marrë parasysh edhe këto përvojat? Realiteti me projekcionin ndryshon pak. Domethënë perceptimi im fillim nuk ka qenë siç është realiteti, mendoj për momentin, po që çdo profesion pak a shumë duke pas parasysh si shtan parë që është edhe i ri, ka sfidat e veta, kështu që besoj se me kalimin e kohës them se ndihem mirë. Pritshmëritë janë për të vlerësuar. Pritshmëritë janë për të vlerësuar. Patjetër që duhet angazhim në çdo profesion, edhe ky ka domethënë sfidat e veta, vështirësitë e veta, por është diçka e bukur, mua më pëlqen. Gjithashtu edhe ti je bërë domethënë prej disa kohësh pjesë e kësaj industrie, kështu që besoj edhe ti e ke vlerësuar nga ana jote, kështu që patjetër është diçka që të jep atë kolbën, të jep atë shtysën, ka energji shumë pozitive, kontaktet me njerëzit, momente të ndryshme, ngjarje që ndodhin. Është për ditë, domethënë një diçka, një realitet i ri, nuk është rutinë, çdo ditë ka një sfidë të re, realitet të ri. Pastaj është edhe, le të themi, për sa i përket është, le të themi, një lloj përgjegjësie që ti merr në dorë, le të themi, për të gjetur diçka shumë të rëndësishme të jetës një individi ose personi i caktuar. Për shembull, për sa i përket pronës, prona është shumë e rëndësishme. Aty patjetër që prona është shumë e rëndësishme dhe është një investim që kryesisht njerëzit, po themi, mund ta bëjnë një herë në jetë. Shumica e njerëzve është një investim që e bëjnë një herë në jetë. Mund të ketë edhe kategori tjera që e bëjnë më shumë se një herë, po kryesisht është blerja e jetës, po themi, investimi i jetës. Çdo familje mundohet që të krijojë stren e tij për të krijuar jetën dhe pjesë e real estate-it je bërë direkt tek Centri 21 Astoria? Po. Prej 2 vitesh. Prej 2 vitesh jam tek Centri 21 Astoria. Pse te Centri? Po kam vlerësuar markën, patjetër kam vlerësuar kompaninë që në
gjykimin tim është më seriozja, më e madhja, më, domethënë me brand dhe me emër që njihet përveç në Shqipëri është edhe markë ndërkombëtare. Kështu që kjo ishte zgjedhja që bëra. Normalisht kam pasur disa, më thënë, kam bërë disa, po themi, intervista ose kam parë edhe alternativa tjera. Siç bëjmë ne filtrat me klientët, si shitës dhe blerës. Dhe më ka rezultuar që ajo që mendoja unë që ishte më e mira, ajo ishte në realitet. Si kanë qenë ato hapat e parë tuat Besit, për sa i përket kësaj fushe, kur ke pasur klientin e parë, ne themi negociatat ose prishje një negociate, janë shumë që e thonë edhe shumë nga agjentët e Centrit 21 që ka raste që ose ajo që ndodh më së shumti është momenti kur je ke noteri, domethënë pse jemi akoma ka shqiptarë që janë të lëkundur se Shiko, është ajo po ta lidhim me atë që tham fillim, domethënë që ne nuk kemi shumë eksperiencë tek real estate-in krahasim me vende perëndimore, po themi që kanë kohë më shumë se ne dhe kanë edhe eksperiencën edhe kulturën. Edhe kulturën që një individ ose një klient i drejtohet një agjenci ose një agent imobiliar. Që për mendimin tim kjo është gjëja që duhet bërë patjetër ose kjo është gjëja që ka ardhur momenti që të ndahet tani më, në kuptimin që nuk mund të kërkosh më një pronë siç kërkoja më parë dilje në treg ose ishte dikush që kishte një palë Chelsea në dorë ose një njofje dhe dilte shiste një pronë. Pse them këtë? Sepse shitja e një prone ka disa faza, ka disa filtra që duhen kaluar, disa, po themi, kërkesa që ka agjencia për të marrë një pronë, për ta trajtuar dhe për ta shitur atë qëllimin që ka ajo. Është vërtet, është një punë intensive që nga A-ja deri te Z-ja për sa i përket. Po janë dokumentacione që duhet të plotësosh për të shitur një pronë. Nuk mund dalësh shesësh një pronë, thjesht unë dua ta shes dhe ta nxjerrësh në treg. Ti duhet të jesh si agent, duhet të kërkosh dokumentacionin, kush e ka pronën, a e ka me dokumenta të rregullta, a e ka vullnetin. Të gjithë historikun, le të themi, të kësaj prone. Se edhe në zgjendje është për sa i përket pjesës së sekuestrimit bankar ose ato janë gjëra që dalin tek noteri faktikisht. Kjo është ajo që theti sepse ka shumë rast prishen. Ideja është që ti do e fusësh pronën për të parë nëse ka ndonjë bllokim ose gjë të tillë nga banka ose nuk e di dhe mund të dali që realisht ka në kartelën e pronës. Klientët nuk janë sinqert, pra klienti i shitës ndoshta nuk është i sinqert për të thënë që prona ka këtë probleme, pse nuk i tregojnë, pse nuk i thonë, pse është e frikë ose mendoj se do ta hedhin. Unë personalisht nuk mund të them që, më thënë, gënjen ose nuk e di cila është arsyeja, po ka raste që ndoshta nuk e din. Ndoshta edhe nuk e din. Kjo është pjesa e mungesës së informacionit që këtë gjë e rregullon dhe rregullatori është gjithmonë agjenti, që ti tregoj si për shitsin, si për blersin, të marri, po themi, një pronë që të jetë e gatshme, po themi, sipas edhe nga pjesa dokumentacione dhe nga gjitha anët për të shitur. Po, direkt Chelsea po udesh si zotni në shtëpi pastaj. Kështu që kontaktoni Besmir Shehun tek Centri 21 Astoria për të pasur një asistencë profesionale. Bes, doja që të ndaloja pak tek real estate, por kjo siç ka po flasim sot do është shumë e rëndësishme, kështu që miq, për gjithë ju që shihni këtë video, për çfarë do lloj pyetje ose mendim tuaj që keni si pikpyetje, dilemë tuaja, mund të na kontaktoni, mund të na shkruani, si dhe personalisht edhe tek faqja e Besit që e keni në rrjetet sociale, por dhe tek unë, tek Altini, por edhe në këtë video. Patjetër, unë do thosha, me që po bëjmë këtë podcast, patjetër edhe tek unë informacioni, ne përgjithësi kemi edhe free informacion ose një, po themi, konsult për çdo lloj problematike që mund të kenë njerëzit për një pronë që duan ta shesin apo ta japin me qira. Kështu që patjetër që janë tjerë, po jo vetëm tek unë. Në përgjithësi duhet të fusim kulturën e të drejtuarit, pyeturit një specialisti për këtë gjë. Profesionistë edhe tashmë të licencuar. Për sa i përket real estate-in, çfarë pike është sot në Shqipëri? Ku jemi? A ka filluar të marrë lehtërat ritmin e duhur? Ndërtimi duket qartë që ka një dinamik të madhe, të bujshme në kuptimin që po ndërtohet shumë. Kjo i jep edhe volum kësaj gjës, domethënë, po themi, pra në lëvizje dhe nivelit po patjetër. Kjo është e dukshme. Po duhet të them që ky boom kryesisht është, po themi, në Tiranë, që të gjitha shikojnë, dhe kryesisht në zonat bregdetare, Altin, kjo pjesa e boomit të ndërtimeve dhe interesit gjithashtu. Këto janë dy zonat kryesore që ka interes,
më të lartë për edhe zhvillimi i Shqipërisë kështu është orientuar, jo për shkak tonin, por edhe vetë politikave dhe zhvillimit që ata kanë menduar të marrë edhe Shqipëria si dy pika të rëndësishme, siç është Bregdeti dhe kryeqendra e Shqipërisë Tirana. Po këto janë edhe kategoritë edhe po themi vendodhjet që kanë edhe kërkesën më të madhe, pastaj kërkesat vinë të ndryshme. Ka njerëz që duan të blejnë një apartament për banim, që po themi në apartamentin e parë për banim. Ka disa të tjerë që janë për investim, mund ta kenë duan të marrin një dytë ta lëshojnë me qera. Kjo ka zgjuar edhe interesin e shqiptarë për të lëvizur, për të blerë të parin, të dytin. Po patjetër, sepse edhe çmimet këto vitet e fundit, sidomos 2-3 vite e fundit, 4 vite e fundit kanë pasur një rritje shumë të madhe. Kjo është pikpyetje shumë e madhe edhe për ata që duan të blejnë sot. Pikpyetje në aspektin që a do jetë tregu i qëndrueshëm, a është rritja reale në çfarë aspekt? Ka nga ata që thonë që presim mirë se është fryrë shumë. Madje edhe një pjesë e tyre na faturojnë dhe ne, që thonë që e kanë agjencitë, e kanë agjentët që kësaj rrisin çmimet. Po, shiko, kjo është gjykim që ndoshta gjithë secili ka perceptimin dhe gjykimin e vet. Unë mund të them një gjykim timin që unë si bes nuk mund të jap një, po themi ta ndaj, që është rritje reale, është rritje jo reale, është e fryrë, ku diun, mund t'i vëm shumë mbiemra, po që është reale. Rritjet e çmimit kanë qenë reale dhe kjo ndoshta ka ndikuar edhe rritja nga ana e shtetit e çmimit të referencës. Pronës, rivlerësimi është diçka që u prit realisht. Edhe kjo ka ndikuar deri diku. Po ka ndikuar patjetër, sepse duke u rrit çmimi i referencës së pronës, edhe vetvetiu edhe detyrimi barra fiskale që ka shitsi rritet. Dhe njerëzit kanë pritur që të bëj rivlerësime, cilë prap rivlerësime u tha që do bëjnë, nuk ndodhi për arsye që nuk i dim, nuk na takojnë ne, po në treg ka ndikuar shumë, sepse ka prishur shumë transaksione dhe njerëz që ndoshta ishin përgatitur të shisnin ose ata që kanë dashur të blejnë pronën e tyre dhe ka ndikuar realisht kjo gjë. Por gjithsesi shqiptarët kanë filluar të zgjohen dhe ta kuptojnë se sa rëndësishme është që ta hedhin hapin, ta vlerësojnë pjesën e të pasurit një pronë. Sot nuk janë siç kanë qenë ndër vite më parë që ka qenë frika, guximi, nuk kesin paralel me njëra tjetrën. Po absolutisht, kush është ai që nuk e ka dëshirën që ta ketë një pronë, Altin. Është diçka që është investim i mirë, investim jetë dhe është investim që trashëgohet. Kushdo që i ka mundësitë ose ka një familje, e ka dhe dëshirën për të pasur një pronë, po themi. Kështu që ndaj edhe interesi është i lartë. Kush blen në Tiranë? Ose në përgjithësi edhe në zona bregdetare, se ka shumë edhe nga Tirana që shkojnë ose që janë bregdet vinë Tiranë që kanë. Po kush blen? Shiko, kategoritë blerësit janë, folëm pak më para, blerësit janë ata që duan të bëjnë një investim për jetën e tyre, të kenë një apartament, të ngrenë një familje, të fusin, po e themi në thonjza, të fusin kokën. Ka pastaj kategoria që quhen investitor. Investitor edhe kjo kategori në vitet e fundit ka qenë goxha konsiderueshme, njerëzit që e kanë një pronë, mund të kenë edhe më shumë, investojnë në këtë gjë, e kanë kthyer në formë biznesi, po themi ndoshta marrin prona, më vonë i lçojnë me qera, Airbnb është futur kohët e fundit. Po, edhe ky efekti Efekti turizmit, po patjetër, sepse edhe shifrat e turizmit ka treguar që kanë qenë shumë rritje në Shqipëri. Janë edhe, po themi, kategorie njerëzve që jetojnë jashtë, po gjithashtu edhe të huajve, që investojnë kryesisht në zonat bregdetare. Të huaj, jo shqiptar që jetojnë jashtë. Të huaj, po themi, ka nga zona lindore që janë të interesuar për pjesën e Bregdetit, Durrësit, Golemit, Qerretit. Ka shumë raste edhe, po themi, të huaj perëndimor, amerikan, edhe nga vende të tjera që investojnë në zonën e jugut, në prona ndoshta pak më elitare, ose ndoshta tamam më elitare, më vlerësuara. Këto janë shqiptarë që jetojnë prej vitesh në vende të ndryshme, edhe ata blejnë, sidomos në zonën e Bregdetit,
ka interes lart, blejnë po edhe shesin, sepse janë njerëz që kanë krijuar jetën e tyre në një vend tjetër. Vlera e pronës në Shqipëri është rritur dhe ka interes që pronën ta trajtojë, ta shesi dhe ndoshta të blej diçka në vendin që po jeton, që ka ngritur jetën, biznesin. Po, që ka dhe lidhje, dhe se patjetër edhe për gjithë shqiptarët që janë edhe sot jashtë, kanë ikur për arsye të ndryshme, ndoshta edhe ekonomike, por një pjesë e tyre kanë akoma gjithë përqendrimin në Shqipëri edhe pse jo mos ke një pronë ose 2-3 prona. Patjetër. Prona në Shqipëri. Këto janë kategoritë kryesisht, domethënë në këto nivele jemi. Po, përsa i përket çmimeve, ju e thotë që kanë filluar ta vlerësojnë pronën dhe pronat po rriten akoma, si do të jetë trendi i çmimeve? Është që ndoshta intereson më shumë shqiptarëve. Shiko, trendi gjithmonë thuhet Altin që do ketë. Ajo siç ka diskutojmë ne gjithmonë kur jemi në zyrë. Ka boom ndërtimesh, ndoshta çmimet do bien sepse ka shumë, ndoshta është krijuar një fluck, nuk e di, ka mendime të ndryshme. Tregu ka treguar që deri tani nuk është se ka pasur një rënje të çmimit pronave. Kështu që ne duhet të flasim për realitetin aty, ne jemi agent, nuk mund të bëjmë parashikime në bazë të, po themi, informacionit, databaseve që kemi ne apo diçka tjetër, po mund nxjerrim konkluzion, por nuk mund të parashikojmë ç'a mund bëhet me çmimin. Për momentin jemi pra, këtë risk nuk e marrim dot përsipër, kështu që do të themi që por gjithsesi mbas atyre eksperiencave, informacionit se si po ecën tjetra, kjo tregon që muaj pas muaji vazhdon të ketë rritje dhe vlerësim të pronave. Po 2024 thonë që ka pasur një, po themi, në grafik një, po themi, as rriti, as lënie, po një stagnacion në kuptimin që çmimi ka qenë linear, domethënë nuk ka pasur rritje, ndoshta edhe tregu është pjekur ndoshta me kalimin e kohës ose nuk e di, le të them nuk dua të jem, domethënë që të marr diçka përsipër që them do ulet ose gjithmonë është thënë që do ulen, do ketë, nuk ka ndodhur, kështu që ne prap kalojmë tek ajo shpreha që e sotme është vonë, kështu që kapni paktën të nesërmen për të pasur pronën tuaj, se siç e shohin tregun, po vazhdon edhe për gjithë ju që jeni skeptik dhe mendoni akoma për të pasur një pronë, për të blerë një pronë tuaj, nesër do thoni pse se bleva dje, kështu që mos shkoni te kjo pikë. Shihni mundësitë dhe zgjidhni më të mirën dhe më të mirët. Dua të kaloj pak për ata shqiptarë që e kanë ndërtuar dhe mundësitë ekonomike e kanë në Shqipëri. Sa është ajo mundësia e kreditimit, për sa i përket vlerave që mund të kenë ata dhe pjesës tjetër që ndoshta u do duhet të kenë një kredi, të marrë një kredi, për sa i përket këtyre etapave. Shikoj Altin, folëm për pjesën e njerëzve, domethënë kush blen kategoritë patjetër. Janë njerëzit që ndoshta kanë mundësi, kanë një profesion, biznes, të ardhura të konsoliduar, shtresa mesme që quhet në Shqipëri, që mund të ketë financim personal për të blerë një pronë, një apartament apo çfarë do qoftë. Pjesa më e madhe, kategoria më e madhe si në çdo vend botës, është kategoria që ka nevojë për një kredi hipotekore për të marrë një apartament apo një pronë. Në gjykimin tim, ky target besoj se do jetë akoma më i madh me kalimin e kohës. Sepse njerëzit që do duan të kenë pronë tyre është i madh dhe fakti i tregut dinamikës që folëm ne, pjesa nuk e prekëm, po edhe pjesa e qerave. Pjesa e qerave në kuptimin në Tiranë është rritur goxha çmimi në zona të caktuara për realitetin shqiptar, po themi. Dhe ndoshta kjo të shtyj më shumë për të marrë një kredi, se është ndoshta po sepse po themi në zona të caktuara një 1+1 me kushte të mira, e mobiluar mirë mund të jetë, po themi 500 euro, ndoshta edhe 600 euro, kështu që kushdo që i ka mundësitë për të kredituar, për të marrë një mundësitë në kredi hipotekore. Cilat janë ato? Pra ngërçet ose që quhen mundësi. Po shikoj, jo kushdo e ka mundësinë që të marrë një kredi hipotekore Altin, duhet të ketë plotësosht. Po ideja është duhet të kesh disa të ardhura të deklaruara, duhet të jesh në punë, ti duhet ta justifikosh veten tënde nga ana financiare,
për ta marrë një kredi, sepse është një barë financiare që do paguash për apartamentin që do të marrësh. Por, duke pas parasysh që çmimi i qerave është rritur, kushdo mund ta bëjë llogarinë dhe besoj se është më mirë që të marrë një kredi hipotekore dhe të gëzoj mbas një afati kohe apartamentin dhe ta ketë tin, se sa në plane afatgjate të paguaj 3, 4 apo 5 vjet apo më shumë apo më pak një qera në ato çmime që folëm, dhe mbas 4-5 vjetësh ndoshta mund kishte shlyer, po themi, pagesën e gjysmës 30%, 40% të apartamentit që e ka vetin duke marrë një kredi hipotekore. Po, si ka ecur ky trendi? Ka shqiptarë që shkojnë sot drejt kredive për të marrë kredi? Po, ka Altin, ka shumë njerëz klient, domethënë, që interesohen për të marrë kredi hipotekore. Unë si agjent do thosha që ka pak mungesë informacioni, sepse ka shpesh njerëz që marrin telefon dhe thonë intereson, dua të blej një pronë, 1+1, 2+1, sipas nevojave të gjithë secilit, dhe dua ta marr me kredi. Po ideja është që nuk kalojnë asnjë filtr ose nuk kanë shkuar në bankë për të bërë një konsult. A mund të kreditohen këta apo jo? Dhe këtë normalisht nuk mund t'ia thot një agjent. Më kupton çfarë do të them? Do të them që e qartë, pra ti nëse do të shkosh të marrësh një apartament dhe ta blesh me kredi hipotekore, duhet të shkosh në një bankë, duhet të bësh një bisedë, të shikosh se sa është mundësia jote për të kredituar, dhe mbas kësaj duhet të kontaktosh një agjent ose një agjenci, një specialist që në bazë kushteve që ke të gjej pronën që po kërkon. Pra sa të ofrohet edhe kredia edhe nga banka, që të kesh mundësinë ta pushë me njëra tjetrën. Patjetër, nëse ti nuk e bër një bisedë dhe nuk e di a kreditohesh për të marrë një kredi hipotekore që quhet, nuk mund të shkosh te agjenti, se si thua po e kap muhabetin nga fundi, jo nga fillimi. A ka nga ata klientë që kanë shkuar vetë tek banka e interesuar, po unë jam i gatshëm që. Po patjetër që ka klientë që e din radhën, e din edhe pjesën se si funksionon kredia, shkojnë, marrin informacion, e din sa kreditohen, të thonë që më kanë kredituar për kaq buxhet. Dhe kjo është një ndihmë e mirë, sepse po kjo është orientimi dhe ti di se çfarë të kërkosh. Po nëse dikush nuk ka kryer as bisedën dhe as parafiltrin, po themi, se sa janë mundësitë e tij, çfarë mund të gjejë një agjent. Kjo është ideja. Sa ndihmues janë bankat vet për sa përket kësaj pike? Po bankat sa ndihmues. Ne kemi agjencitë bashkëpunojnë me bankat për pjesën, domethënë është një proces që kanë të dyja rolin e vet, po themi. Patjetër që bashkëpunuese janë. Pastaj se si janë kushtet e një kredie, ndryshon rasti nga rasti, kështu që nuk mund të banka nga banka, klienti nga klient, një klient është, domethënë, ka tjera mundësi, një klient ka mundësi tjera. Kështu që këto janë ato dallimet që bëhen. Po bankat në përgjithësi, nëse i ke kushtet, janë të predispozuara ti ndihmojnë, domethënë, t'japin kredi hipotekore. Shpesh hasemi me këto njoftimet që me këste. Si është me këste e ke fjalën për sa përket për shembull një objekt që është në fazat e projektit, paguhet vitin e parë, le të themi, 30% e shumës, vitin e dytë 30%. Do ka politika ndryshme. Shiko, këto janë dy kategori, janë kur ndërtuesi vet e jep, po themi, mundësinë e blerjes një apartamenti dhe pagesat jetë me këste, në varësi të etapave të ndërtimit që ka një objekt. Gjithashtu është edhe pjesa, prap futet roli i bankës në këtë mes, ka ndërtues, objekte, pallate, komplekse që mund të merren akoma pa përfunduar, po themi pa certifikat pronësie kur flasim në këto terma, dhe të marrësh një kredi pa kolateral. Dhe ti lën gjëja që nuk përmendëm më para, ta lidhim me këtë pyetjen që më bëre tani, është një nga kushtet kryesore që nuk e tham më para, është që për të marrë një bankë ti duhet të lësh një barr kolateral, që duhet të jetë një pronë e jotja, që banka të japi ty kredin. Ky rasti është kur
ndërtuesi vet lë kolateral objektin e vet dhe ti merr një kredi hipotekore pa kolateral tëndin. Domethënë nuk bllokon pronën tënde. Por të ndërtuesit. Kjo është lehtësi që i bëhet një klienti, domethënë. Kjo është ideja. Kjo është e mirë, kjo është e mirë. Patjetër që është e mirë, patjetër që është e mirë sepse Altin, është ajo që tham që jo të gjithë njerëzit kanë mundësinë për të pasur një pronë dhe nëse ti do të shkosh të marrësh një kredi hipotekore, do të kërkojnë direkt barrën, atë që do të lësh kolateral. Dhe kjo patjetër që është një gjë e mirë sepse ti shkon merr një apartament, e blen ndërtime sipër, okay, do presësh 1-2 vjet pa rëndësi ka, ti jep lirshmëri pagesa me këste që përmendë ju, me kolateralin që lë ndërtuesi ti je shumë komod. Merr pronën tënde, e gëzon mbas sa kohësh, paguan lekët me këste, mund edhe kredia mund të jetë me tranzha, me këste, domethënë që nuk e merr të plot dhe e paguan për një herë, por e paguan me këste. A ka shumë nga këto politika që ndjekin ndërtuesit, si ka ecur trendi ndër vite, apo gjejnë edhe këta për shkak duke parë situatën që të pamundësive deri diku të shqiptarëve për t'u përgjigjur edhe pjesës rritjes së çmimeve, ndërtuesit a kanë ecur në atë trendin që ti ndihmojnë deri diku me këto praktikat që me këste, me kolateral tek banka tjetra? Shikoj, është ajo që thamë, kategoria e investitorëve që kanë mundësi për ta marrë një pronë me financimin e tyre personal, është po gjithmonë unë mendoj që kategoria më e madhe është kjo tjetra, që duan një pronë, por nuk i kanë mundësitë financiare. Edhe do t'i marrin, do i drejtojnë bankës. Kështu që mendoj që tregu i rregullon gjërat vet dhe ndërtuesit patjetër që janë të interesuar për këtë kategori sepse është një target goxha i madh. Kjo është ideja. Kështu që janë të predispozuar. Domethënë sa po vjen e poshtojnë rastet ndërtuesve komplekseve që japin edhe shkojnë afër klientit, le të themi, për gjetur një lloj japin kushte dhe formula më të thjeshta dhe më të qasshme, më të pranueshme për një klient. Janë shtu goxha, domethënë, ndërtues ose po themi komplekse banimi e tjerë që japin mundësinë e pagesës me këste, japin mundësinë e një kredi pa kolateral. Kjo është më e rëndësishme, pra si agent, në kuptimin duke vënë veten në pozitën e një blerësi, çdo personi që mendon të marrë të blejë një pronë, i sugjeroj që ato variante komplekse ndërtimesh që ndërtuesit japin mundësi kreditimi në bashkëpunim me bankën dhe çfarë është më kryesorja, nuk kërkojnë kolateral, ju them që ti marrin parasysh sepse është një, po mund të themi mundësi artë. Doli direkt e pyetja që kisha më pa vetë, por pra kush mund të jetë ajo formë ose modeli më i mirë që ofrojnë ndërtuesit ose bankat që për shqiptarët është më idealja ose më e lehta, le të themi, që marrë një kredi për të pasur një pronë. Si që ky rasti që the, po a kanë ndonjë mënyrë tjetër? Rasti ky ishte. Besoj se rasti, shiko, kur ka bashkëpunim, atëherë edhe gjëja që ofrohet ose shërbimi është më i mirë. Kështu që ne krijojmë një trekëndsh në këtë bisedë. Kush janë? Agjencia, banka dhe ndërtuesi. Nëse të treja bashkëpunojnë bashkë dhe lidhet ky tri, po patjetër do japin një mundësi më të mirë dhe më të thjeshtë klientit. Kjo që thamë, ndërtuesi jep pronën me bankën që lë, po themi, kolateral, ti shkon merr një kredi pa kolateral me këste pagesën, domethënë kur mbaron ndërtimi merr certifikatën e pronësisë, atëherë shlyen edhe pagesën e plot. Kjo është një mënyrë shumë e mirë, po themi, për të marrë, për të blerë një pronë. Le të kalojmë pak tek zhvillimi i Tiranës, ndërtimet që po bëhen vetë edhe si agent, por edhe si një njeri që jeton, je pjesë e Tiranës. Pesën ato hapat e dur, le të themi, Tirana sot me zhvillimin që po merr. Tirana është, po themi me plot gojë, tash është një metropol goxha i madh në kuptimin që ofron shumë gjëra që mund t'i ofrojë një metropol, një qytet i madh, ndoshta edhe europian. Ajo që vrej kohët e fundit në Tiranë është kjo pjesa e zhvillimit të pronave, po themi, të kullave të larta në Tiranë. Kjo është diçka e re,
nuk mund ta gjykoj që është mirë apo keq, po është një zhvillim që është real Po, për momentin. të kullave dhe të vilave, le të them, në periferi të Tiranës. Periferia, gjithmonë atë pjesën e qendrës Tiranës ose downtown, si quhet, po e themi në gjuhën frënge. do ta diversifikosh pak me pjesën, themi, të ofrimit diçka tjetër që janë vilat, dhe vilat nuk mund të jenë të pozicionuara në qendër të Tiranës Altin, sepse ka tjetër dinamik, tjetër ecuri të gjërave, kështu që periferia ka filluar të zhvillohet me vila, është e vërtet. Është një trend i ri, vitet e fundit ka filluar që të ndërtohen masivisht, ka interes, patjetër, ka kategori njerëzish që duan një jetë më të qetë, më të tërhequr pak nga, po themi, zhurma dhe ai intensiteti. Nga kjo jeta me densi pak më të madhe ose me më e vrrullshme, më e shpejtë. Po themi, me vrullme dhe me intensitet më të lartë, dhe zgjedhin pjesën e ka interes edhe për vilat, të jemi realist. Bes, unë të falenderoj shumë, ishte kënaqësi që realizuan të bashkëbisedim bashkë, duke pasur në parasysh interesin e opinionit gjerë publik, për ndoshta kemi ndihmuar me atë se çka folëm. Unë të falenderoj shumë, Martin, edhe unë këtë do dua, domethënë që shpresoj që sadopak të kem dhënë një informacion të vyer që ai që e dëgjon t'i shërbej për veten e tij dhe për çka ka ai në mend, ndoshta po themi për pjesën më shumë e lidhur me pronën. Në kuptimin që ta kemi ndihmuar sadopak me. Ju mos nguroni, mund të kontaktoni edhe më tej për konsult tjetër ose për të marrë më shumë informacion me Besmir Sheun, e gjeni në të gjitha format, mundësitë, dhe ndoshta edhe në rrjetet sociale mund të kontaktoni, mund të shkruani dhe ta pyesni për çfarë do lloj informacioni për sa përket fushës së real estate-it. Ne ju përshëndesim, thirrja vazhdon për të gjithë agjendat e tjerë të Center 21 me tema që ndoshta njerëzit kanë nevojë për ditur, për të parë më shumë informacion, kështu që edhe ju që na ndiqni mund të na shkruani, komentoni ose na bëni pyetje për sa përket atyre se çka ju interesojnë të dini më shumë në këtë fushë.